Në prag të festës Fitër Bajramit, shoqata kulturore dhe humanitare Drita nga Tetova, në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Islamike dhe Forumin Rinor në Hamburg, kanë ndarë pako ushqimore për familjet në nevojë. Sikurse viteve të kaluara, edhe këtë vit, aksioni për shpërndarjen e ndihmave organizohet në disa vende, ku me moton Shporta e Ramazanit janë ndarë 230 pako ushqimore. Në ndërkohë gjatë ditës së djeshme dhe sot janë ndarë 264 pako me moton Sofra e Fitër Bajramit. Ndihmat janë ndarë në lagjen Potok, në ndërmarrjen e pastrimit të rrugëve dhe ndërmarrjen pastërtia publike. Falenderojmë Qendrën Kulturore Islamike Shqiptare dhe Rinin dhe Forumin Rinor nga Hamburgu, që në bashkëpunim me shoqatën humanitare Drita, sot bëm ndarjen e nga 2 pakove për të gjithë punëtorët e ndërmarrjes të njësisë pastërtia publike dhe për shkak të festës së Bajramit. Tashmë kjo shoqat, më shumë se 10 vite me radhë, përkujdeset për këta familje, duke u dalë në ndihmë atyre që kanë nevojë në këto ditë të muajit të shenjtë të Ramazanit. Shoqata kulturore dhe humanitare Drita nga Tetova, në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Islamike dhe Forumin Rinor në Hamburg, organizoi dhe 125 iftare për agjëruesit në Indonezi në natën e Kadrit. Dje dhe sot kemi shpërndarë 264 pako me motën Sofra e Fitër Bajramit. Dhe në lagjen Potok kemi shpërndarë 60 pako. Në ndërmarrjen e pastrimit të rrugëve dhe ndërmarrjen e gjelbërimit 114 pako dhe 70 pako kemi shpërndarë në qytet, duke u dërguar në për shtëpiat e tyre. Dhe 20 pako i kemi dërguar në burgin e Tetovës. Po herë e parë është që shoqata kulturore dhe humanitare Drita, në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Islamike Shqiptare në Hamburg dhe Forumin Rinor, shtruam iftar për 125 persona në Indonezi. Kjo është hera e parë. Kjo ndihmë është një sadaka e madhe. Lutemi Allahu xhaleshanu të gjithë donatorëve të shpërblejë me xhenet, tua shumë fishojë pasurinë të kenë shëndet, jetë të lumtur dhe të gjatë. Ky aktivitet organizohet çdo vit nga ana e shoqatës kulturore humanitare Drita nga Tetova në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Islamike dhe Forumin Rinor në Hamburg, kurse qëllimi është që besimtarëve që janë në nevojë t'u lehtësojnë muajin e agjerimit Ramazanin dhe njëkohësisht të gëzojnë ata për festën e Fitër Bajramit. Kështu në këtë periudhë janë ndarë 494 pako ushqimore dhe ata në Tetov, Jabullçisht, 40 në Reqicë të Vogël, Brodec, Veshall, Novosel dhe Bozovc.